Vëllai i madh ka dërguar këtë të hënë një zarf të zi në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, pas mosbindjes së grupit të Gretës për të marrë pjesë në provat e sfidës së kërcimit. Kur ragongu që banorët të shkonin të nisnin provat, Baby G u shpreh se fillimisht do të përgatiste ushqimin dhe më pas do t'i bashkojë provave, çka solli debate mes pjesëtarëve të grupit. Për shkak të mos zbatimit të urdhrit, vëllai i madh vendosi anulimin e televotimit aktual, duke theksuar se pasojat për grupin që nuk u bind do të bëhen të ditura gjatë prajmit të së martës. Ndërkohë, grupi Selin është shpallur automatikisht fitues i sfidës së kërcimit dhe do të performojë live gjatë spektaklit të ardhshëm. Në mesazhin e zarfit të zi, vëllai i madh kujtoi se autoriteti i tij është i panegociueshëm dhe se çdo mosbindje ndaj urdhrave të tij do të shoqërohet me pasoja për banorët.